Greqia po luan me dy skema në Shqipëri. Po ruan marrëdhëniet zyrtare normale me Edi Ramën në kuadër të nevojës për të patur komunikim zyrtar me Shqipërinë, por nga ana tjetër kërkon të bëj presion ndaj Edi Ramës nëpërmjet përpjekjeve të saj për gjetur aleat brenda Shqipërisë, në mënyrë që ti thot Edi Ramës, ti nuk do t'i kesh bisedat me ne të lehta, sepse ne kemi aleat brenda lojës shqiptare. Zotria ka qenë ateist, pra ka qenë infermier në spitalin 5. Po kjo dhe okej, si ka qenë ateist dhe tash na bëhet besimtar kërë Peshkov. Kjo tregon se sa qesharak është figura e këtij njeriu. Shiko, ateizmi në Shqipëri për 45 vjet ka qenë nuk e di nga zorë jo ateizmi nuk e ke ateizmi dhe feja nuk nga ke këtë informacion që ka qenë ateist. Problemi është ky e thot nga regjimi. Ateizmi nuk vjen nga regjimi më valla. Sepse sot nuk detyron regjimi të shpakzuar në vitin 1975 ateizmi ka qenë zyrtar, po njerëzit ateizmi ka qenë zyrtar për regjimin komunist, po njerëzit kanë besuar në vetë. Shiko, ka një problem. Unë do ju lutesha që të mos qëndrojmë ke personi. Unë thjesht do të sqaroj atë. Nuk dua se jo, sepse unë Edita do të themi që ti ndoshta nuk e di. Jo, unë e njoh personalisht për shumë vitesh. Dakor. Dhe personi, se nuk doja ta personi që ka ndërmjetësuar për ta pagëzuar në mënyrë klandestine në Lushnjë, ka qenë baba im, që ka qenë dhe noni i tij. Dhe ky është vitin e largët 1975. Okej, dakor. Okej, pra vërtet të gjithë kemi qenë ateistë të detyruar për në intimitetin profesorit të detyruar. Gjysha ime për shumë besonte, lutej, ishte muslimane. Ne po flasim në aspektin që ti ke pas ateizëm në nuk ka qenë zyrtar. Nuk ishte po njerëzit kanë besuar. Unë do të flas tani tek prapavia politike e situatës. Pra unë u habita kur pash në një objekt madhor të kulti të 300-400.000 shqiptarëve ortodoks, një nga të cilët janë dhonë, shkon ambasadoria, organizon një fest të pavarësisë së Greqisë, që thashë edhe 1 vite tjera të festohet festa e Greqisë, mos në vjen në gjë e keqe, përkundrazi, dhe shoh krye Peshkovit, shoh ish kryeministrin Berisha, shoh Dulen, shoh të Belerin, dhe më duk një gjë... Duhet të ndajmë, pra... S'ku na mori kishën, më duk s'ku na mori kishën. Po kisha është e besimtarve, nuk është e politikës. Duhet të ndajmë dishka, pra, pjesëmarrjen politike dhe festën fetare. Pra, ti ndajmë. Pjesëmarrja politike është për interesave politike që mund flasim më vonë. Ti ndajmë në 2 aspekte. Politika mund marri pjesë në ambasadë, mund marri pjesë... Ore në Greqi vetë Greqia e bën zyrtarisht, e bën shteti. Më lë të mbaroj atë që kam nisur që të kuptosh se ç'dua të them. Pra, në aspektin fektar duhet kemi parasysh që feja dhe shteti në Greqi janë një. Pra, shkojnë barabartë, pra nuk janë të ndara feja dhe shteti në Greqi. Dhe deri më sot, kishën ortoautoqefale shqiptare e ka pasur Janullacit, cilën ata e kanë konsideruar si të tyren, si kish greke, dhe bërja e festës në kohën e Janullatosit aty, do të komplementonte direkt figurën e Janullatosit në atë pozicion. Dhe pas vdekjes Janullacit, përsëri tashmë Greqia ka dashur t'tregojë që kisha autoqefale shqiptare do të mbetet e varur nga Greqia dhe nga shteti grek.